Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në këtë mbrëmje të sejntes në pak nga të gjitha. Ne do t'jemi sot në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës në një puntat të veçantë me të ftuar virtual të cilët vijnë nga vendet e largta, janë bashkëdhetarët tanë, në fakt janë njerëz me të cilët njihemi prej vitesh, por tashmë të larguar bashkë me familjet e tyre vazhdojnë aktivitetet në vendet e largta si në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe në Greqinë fqinje. Sonte kam kënaqësinë të kem të ftuar bashkëdhetarë të cilët pasionet e tyre i kanë mbajtur gjallë për vite të tëra me radhë. Dhe çdo ditë marrim lajme shumë interesante nga aktivitetet e tyre të përditshme. Një zonjë e cila prej vitesh ka jeton prej vitesh në Florida të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm prej vitesh në arsim në Korçë. Vazhdon sërish të punoj me fëmijët, vazhdon sërish të punoj të mbaj gjallë pasionet e saj, por lajmi mi fundit dhe mi interesant që ka marrë vesh është një iniciativë që ndoshta ndodh për herë të parë në komunitetin e shqiptarëve, realizimi i një festivali fëmijësh me fëmijët e emigrantëve tanë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë do të na flas gjëre gjatë, por jo vetëm. Jola Kamenica, e cila jeton në Florida të Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta kemi sot të ftuarën e parë në pak nga të gjitha. Ola, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Eliona, mirëmbrëma të gjithëve. Kënaqësi që flasim edhe shihemi pas shumë vitesh. Më vjen mirë që më në fund do të kemi mundësi të flasim për gjithë aktivitetin tënd. Patjetër. Shumë interesante lajmi i fundit që ka marrë vesh. Ju së bashku me një artist nga Elbasani keni vendosur për herë të parë të realizoni një festival fëmijësh. Në fakt, e fillojmë nga fillimi, si u lindi ideja? Armandi është një miku im, unë kam bërë disa aktivitetet të tjera me Armandin, dhe duke pirë kafe një ditë tha, unë kam një ëndër, Ola tha, dua të bëjmë ta një festival tha shqipta, me fëmijët. E thashun, okay, ja ku jemi sot. Është një punë që ka filluar që në shtator. Ne kemi bërë një punë, pothuajse jemi takuar me Armandin çdo ditë, duke bërë të qartë çdo hap që ne do të hedhim. Filluan me regjistrimin e fëmijëve, filluan me audicionet, dhe tashmë jemi në fazën e provave dhe do të kurorzohet në datën 25 maj në një nga sallat teatrale këtu në qytetin tonë. Fëmijët do këndojnë live, është shumë e rëndësishme. Tani, Ola, flasim pak për Armandi, nuk e kemi në linjë, por dua të flasim pak me qenë se iniciativa ishte e tij. Bëhet fjalë për Armand Zaçelicin. Ai është kompozitor, është muzikant, është orkestrues. Po, Armandi ka mbaruar Akademinë e Arteve në Shqipëri, në degën kompozicion, ka punuar si pedagog për shumë vite në Tiranë dhe ka emigruar në Shtetet Bashkuara 6 vjet të shkuara. Gjithmonë është i predispozuar të aktivizohet, të japë ndihmesën e tij në gjitha aktivitetet që ne zhvillojmë. Sepse këtu nuk është vetëm një aktivitet që zhvillohet. Faktikisht shqiptarët zhvillojnë aktivitete me qëllimin e vetëm për të mbajtur gjallë traditën, zakonet, pse jo dhe gjuhën shqipe. Në komunitetin ku unë jetoj, ne kemi shkollë shqipe, ne zhvillojmë aktivitete të ndryshme për festat tona kombëtare. Dhe Armandi ka qenë gjithmonë i përfshirë duke ndihmuar me pjesën e muzikës. Tani, Ola, pastaj do të flasim për aktivitetet e tjera. Tani dua të ndalem pak te ky festival. Edhe titullin e ka shumë interesant. Këndoj dhe ti me ne. Këndoj dhe ti me ne. Po. Dhe ka dhe një sigël shumë interesante që teleshikuesit do kenë mundësi ta ndjekin pas pak. Tani, ideja ishte që t'i bënit bashkë ta fëmijë që besoj kanë lindur dhe janë arritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, festivali është konceptuar me fëmijë shqiptar. Po thuajse, meqense ne kemi një moshë nga 6 deri në 13 vjeç, gjithë fëmijët janë të lindur këtu. Po. Dhe fëmijët nuk flasin shqip. Domethënë, është ajo shqipja e pakët që mundohet të mbahet gjallë në familje. Në familje. Por që nga ditët që ne kemi filluar dhe deri më sot është një gjë shumë interesante që fëmijët jo vetëm që këndojnë shqip, por dhe midis tyre komunikojnë shqip.
Ola, cila është grup mosha që ju keni vendosur? 6 deri në 13 vjeç. 6 deri 13 vjeç janë njoftuar prindrit për këtë grup mosh. Ka pas vajza më shumë, djem, si ka qenë prurja? Vajza më shumë. Audicionet u bën për 4 fundjavaresht, ku fëmijët erdhën, provuan veten e tyre me këngë të cilat ne paraprakisht u kishim dhënë të mësonin dhe janë zgjedhur 8 fëmijë për koncertin festivalin që do të zhvillohet. Pra, ka pasur, a ju është dashur shumë kohë për audicionet, ka pasur shumë prurje? Të them të vërtetën, Eriona, është diçka interesante që ndodh këtu. Shumë fëmijë të cilët prindrit arrin ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe janë më të updetuar me jetën dhe me gjuhën shqipe, me atë çfarë ndodh në Shqipëri. Si të angazhohen, si të jenë të rrethuar nga shqiptar. Kurse në të shumtën e rasteve të nuk u faj se dhe familjet shqiptare këtu dhe amerikanë janë shumë të ngarkuara dhe mbase mund të them që prisja më tepër prurje, por këtu është ajo e drejta e fëmijës që nuk bete dot, nuk jam i gatshëm ta bëj, nuk e bëj dot. Më kupton? Dhe është një çështje. Ka mund të jetë dëshira e prindit, po mungon dëshira e fëmijës. Unë e shoh tani që ne kemi filluar dhe vazhdojmë dhe ne edhim në Facebook ato videot e bukura të akoma kërkesa për të ardhur. Por tani u mbyll ajo mbase vitin tjetër. Është edicioni i parë dhe sigurisht edicioni i parë sprova e parë edhe për ju, sigurisht si organizator të këtij festivali. Padyshim. Tani dua të pyes pak për repertorin që ju keni zgjedhur për t'ju dhënë këtyre fëmijëve, se sigurisht ata nuk e njohin muzikën shqiptare dhe besoj ju jeni përqendruar te këngët për fëmijë të kësaj grup moshe dhe ndoshta të këngëve të cilat janë kënduar ndër vite në festivalet e fëmijëve në Shqipëri. Si është bërë zgjedhja e repertorit? Po, fillimisht kur fëmijët kanë ardhur dhe kanë konkuruar, kanë mbatur këngë më të thjeshta, thjesht për të parë Julia, sepse në çdo të diel që ne bënim audicionet, kishte një juri specifike që përcaktonte nëse fëmia fitonte apo jo. Duke parë anën muzikale, duke parë dhe timin e shqipes, aksentin, duke parë si ishte në skenë, dhe të tjera cilësitë të cilat i kanë menduar ekspertët. Dhe ne kemi ndarë, duke parë specifikat e çdo fëmije, u kemi dhënë fëmijëve këngë që përshtaten vokalit të tyre. Është ndarë në 3 etapa. Në fazën e parë, fëmijët do këndojnë këngë të njohura nga festivali i fëmijëve. Në fazën e dytë, fëmijët këndojnë një këngë nga filmat shqiptar. Kjo është shumë interesante, sepse shumë nga fëmijët nuk kishin parë asnjëherë filmat shqiptar. Për shembull, ne kemi një këngë shumë të bukur për Tomka dhe shokët e tij, nga filmi Tomka dhe shokët e tij. Kemi këngën nga Mëngjes e lufte. Janë ca tema dhe ca këngë që fëmijët nuk i kishin parë ndonjëherë, pa jo të dëgjonin. Kjo ju jep mundësi fëmijëve të njihen dhe me historinë e popullit shqiptar, me një periudhë Kurse në fazën e tretë, ne kemi menduar që duke parë repertorin e fëmijëve, duke parë se sa ata do ecin, kemi menduar të këndohet një këngë qytetare, që këndohet për festivalet tona, ose të bëjmë një bashkëpunim me këngëtarë të tjerë të mirënjohur që ne kemi këtu në komunitetin tonë dhe që na kanë ndihmuar gjithmonë në aktivitete. Besoj që do jenë edhe faza e fundit këngët patriotike që mund t'i këndojnë fëmijët në 2, 3, 4 veta së bashku. Jola, pra ju jepen mundësi fëmijëve, nëse do të arrin dot të bëjnë edhe një duet. Po, patjetër. Me njëri tjetrin dhe me një këngëtar të njohur. Elena, desha të ndalesha pak te titulli që ne kemi vënë. Është Këndo dhe ti me ne. Pse kemi vënë këtë titull? Nga që këngët janë të njohura dhe prindët e fëmijëve i njohin këngët, është dëshira shumë e madhe që ata të këndojnë bashkë me fëmijët. Prandaj është Këndo dhe ti me ne. Fëmijët duke kënduar në skenë dhe prindit duke kënduar ose të ftuar duke kënduar si spektator. Shumë interesante dhe gjetje shumë e bukur. Nga cilat qytete të Shqipërisë janë kryesisht fëmijët? Kemi pothuajse nga gjithë Shqipëria. Kemi nga Korça, kemi nga Berati, kemi nga Tirana, kemi nga Elbasani. Të ndryshme. Përmendte pak më përpara edhe jurin, që është një nga komponentët e një festivali. Si është bërë zgjedhja e jurisë?
Jurim përfundimtare nuk e kemi anoncuar akoma. Juria përfundimtare do jetë nga ekspert të fushës, që do të jenë profesor të muzikës në Universitetin e Tampës, kurse juria e audicioneve ka qenë nga specialistë të fushës shqiptar që ne jemi këtu, mësues, njerëz të teatrit, muzikantë, të cilët për 4 javë rresht kanë bërë përzgjedhjen e fëmijëve. Jola, unë e thash që në minutat e para që kjo sigurisht është një sfidë që kanë ndërmarrë organizatorët, konkretisht ju së bashku me Armandi, sigurisht edhe me prindrit që kanë qenë absolutisht partnerët tuaj ndihmës, po sigurisht që një festival kërkon edhe komponentë të tjera, kërkon një sken, kërkon një mjedis ku paraprakisht të bëhet prova, kërkon ndoshta dhe transportin e fëmijëve, sepse ne kuptojmë që largësia aty është ndoshta shumë herë më e madhe se sa në Shqipëri, qytetet vogla siç është Shqipëri, ka diskutim, pra kërkon një juri, po natyrisht edhe çmimet, sepse një festival nuk mund të kuptohet pa çmime. Si keni arritur t'i siguroni të gjitha këto? Elona, pikë së pari, kur ne me Armandin menduam të zhvillonim të festival, normal që bëm edhe atë listën e shpenzimeve tona. Po, faleminderit Zotit dhe faleminderit shqiptarëve që janë këtu, të cilët na kanë ofruar ndihmën e tyre, për të përballuar të paktën shpenzimet kryesore që janë salla e koncertit dhe salla ku fëmijët bëjnë prova. Unë dhe Armandi deri tani jemi të vetë ofruar, normal, ne nuk paguhemi, është një gjë që ne bëjmë me shumë dashuri. Dhe si sprova jonë e parë, ne të vetëm qëllim që kemi është të kemi sukses dhe të jetë diçka që të zhvillohet vit pas viti. Provat tona zhvillohen në një klinikë mjeku, ne kemi një mjek shumë të njohur nga Shkodra, doktor Adrian Krajen, i cili na ka ofruar klinikën e tij për të bërë prova, dhe ne provat i bëjmë atje, sepse këtu çdo gjë ka kosto. Kurse për transportin e fëmijëve, faleminderit edhe një herë Zotit, faleminderit fëmijëve, faleminderit prindërve të tyre, të cilët janë të dedikuar dhe kanë premtuar që ata i sjellin dhe i marrin orar çdo të diel. Shumë e bukur kjo. Ndërkohë, pak më përpara më the që ju kemi krijuar mundësi fëmijëve t'i dëgjojnë, të shohin filma, të kuptojnë historinë e këngës e pastaj ta këndojnë atë. Sa i kanë ndihmuar ata për të kuptuar, se mund ta flasin shqipen, po problemi është se sa arrin ta kuptojnë këngën. Po, e kuptoj. Ishte shumë se ne kemi dhe momente humori atje, sepse vetë gjua e tyre që nuk e kuptojnë, ishte shumë problem për të shpjeguar fjalën chat. Nuk e kuptonin fjalën chat dhe ne nuk dinim sa shpjegonim chatën. Kështu që u detyruam, treguam një fragment nga Lule Velo Partizani, dhe fëmijët e kuptuan se çfarë ishte chata. Janë disa fjalë që nuk gjen dot përkthimin në anglisht. Dhe ndaj ne jemi munduar që të gjejmë ato këngët që janë më të thjeshta, që lidhen me të përditshmën e fëmijëve, të cilët mund t'i kuptojnë dhe mund t'i transmetojnë më lehtë. Po, do të shijojmë pak momente më vonë, se unë kam patur mundësi të ndjekin fëmijët kur këndojnë Lule Velo Partizani. Shumë e bukur kjo. Ndërkohë, Ola, a keni mundur të zbuloni talentet vërteta, pra fëmijë që ndoshta prindërit nuk kanë mundur dot në shtëpitë e tyre, ti kuptojnë që kanë vesh muzike? Mund të them, Eliona, që nga 8 që ne kemi, janë fëmijë që na kanë surprizuar. Besoni që ata nesër mund ta përfaqësojnë diasporën në festivale kombëtare, mbarkombëtare që zhvillohen në Shqipëri? Dëgjoj, Jona, kjo është diçka, është një nismë, është diçka fillestare. Nëse me ata fëmijë punohet mirë, ata bëhen këngëtarë të mirëfillt. Por duhet punë, normal, puna që ne po bëjmë tani, ose më mirë puna që Armandi po bën, sepse ai është drejtuesi muzikor i saj, është shumë e madhe, dhe nëse dhe njëherë është takimi vetëm një herë në javë. Domethënë ne punojmë vetëm 4 orë, 5 orë në fund javë. Nëse ne do kishim mundësi që të bënim më shumë prova, dhe ti stërvisim kalamajt, pse jo? Sa i ka ndihmuar të kënduarit në Shqip për të perfeksionuar atë shqipen që thej që sigurisht në thonjë se është e qalë? Mua më kënaqen, kur kanë ardhur në fillim, ishin ato prezantimet e para, ato ajo anglishtja e tyre pak e ndrojtur, kurse tani sa vinë me vrap edhe thrasin, Ola, ne jemi këtu, më të thonë në Shqip. Dhe në pushimet që kanë me distyre, fillojnë flasin Shqip, pushoti se e di unë më mirë, ose këndojnë këngët e tyre. Është vërtet për t'u habitur se si në 6 javë ata filluan të flasin Shqip rjetshëm, nuk po them se do mbajnë fjalime, më kupton? Po të folun e përditshëm për të komunikuar me njëri tjetrin është shumë fani.
Do me thënë kënga shqiptare ja ka vletur për të ndihmuar, ka qenë një mundësi shumë e mirë për të ndihmuar këta fëmijë të perfeksionojnë ose pse jo të fillojnë ta mësojnë shqipen. Unë të tash dhe më përpara këtu ofrohet edhe shkollë shqipe që fëmijët është totalisht falas që fëmijët shkojnë të mësojnë shqipen. Variante ka, Elena të tash dhe në fillim, jeta këtu në Amerikë është e vrullshme. Mbase në qoftë se në Shqipëri ti zbrit atje poshtë pallatit tënd, bëre pazarin, pive dhe kafe dhe në gjysmore ke mbaruar të gjitha, këtu për të bërë të dy gjëra duhet të shpenzosh 4 orë kohë. Ndaj dhe këtu njerëzit nuk kanë aq shumë kohë sa të ç'duan. Megjithatë, në qoftë se ke dëshirën e mirë, kohën e gjen. Cili do të jetë rrugëtimi i këtij festivali, i cili edicionin e tij të parë e ka në fund të muajit maj? Faktikisht neve e filluam këtë për ta bërë datën 1 qershor. Nga që ne jemi mësuar me atë traditën tonë të festës së fëmijëve në datën 1 qershor dhe ky ishte synimi ynë. Për fatin tonë jo të mirë, salla që ne do të performojmë nuk ishte e lirë në 1 qershor, kështu që ne kaluam me 25 maj dhe në datën 1 qershor do të bëhet një piknik i madh në një nga parqet e qytetit ku do të ftohen të gjithë pjesëmarrësit në festival, me gjithë prindrit dhe të gjithë kush shqiptar është open door. Janë përcaktuar tashmë këngët me cilët do të përfaqësohen festival fëmijët? Po thuajse jemi në fund të pjesëve për të bërë duetet e këngëve qytetare, sepse pjesa më e madhe është përcaktuar, fëmijët janë duke mësuar, këtë javë që vjen do mësojnë këngën e tretë, kështu që dhe pakona kanë ngelur. Po thuajse 4-5 javë ata duhet të jenë në skenë. Është shumë e rëndësishme se do këndojnë live. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është një risi që vërtet do t'i nxjerrë fëmijët ata që janë. Cilët mund të zbulojmë emrat e artistëve që do t'i shoqërojnë fëmijët në skenë, në duete? Për momentin jo. Jo, por janë artistë të njohur që jetojnë, besoj dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre artistik në Amerikë. Jetojnë në midis Shqipërisë dhe Amerikës, por më tepër në Amerikë. Shumë interesant. Besoj se ju I keni marrë masa që ky festival edhe të filmohet? Patjetër. Kështu që do të jetë një surprizë edhe për ne këtu. Unë e thash pak më përpara, deri tani nuk kam ndonjë informacion që të jetë zhvilluar në një aktivitet I kësaj natyre dhe me këto grup mosha, kështu që është një risi edhe një surprizë edhe për ne sigurisht. Ndërkohë, Jol, teksa të uroj shumë suksese në këtë nismë, edhe sigurisht t'i falenderojmë edhe ata prindër që me gjithë angazhimet e shumta kanë vendosur që t'ju bashkohen dhe t'sjellin fëmijët e tyre në këtë festival. Dua ta vazhdoj bisedën me ju sepse Jola në fakt është edhe kryetare e shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve në Tampa, aty ku jeton në Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që dua të të pyes pak edhe për aktivitetin e kësaj shoqate. Si arrini ju t'i bëni bashk artistët shqiptar? Elena, është e çuditshme dhe shumë e rëndësishme kur je larg vendlindjes. Shqiptarët tu bëhen bashk për aktivitete të ndryshme. Shoqata që ne kemi filluar është Albanian Heritage Foundation, I krijuar pothuajse 12-13 vjet para. Dhe shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve është pjesë e kësaj shoqate. Këtu ka shumë shkrimtar, këtu ka shumë kantautor, këtu ka shumë piktor, këtu ka artistë të gjitha fushave, këtu ka shumë muzikant. Është thjesht kjo shoqatë u krijuar për t'i bërë bashkë. Dhe ata kur bëhen bashkë, bëjmë mrekullira, më beso. Atje luajnë me kitar, lexojnë poezitë e tyre, flasim për letërsinë. Ne kemi bërë si traditë që zakonisht ta bëjmë muajin e letërsisë, kemi një aktivitet që bëjmë gjithmonë të madh, por kur ne kemi ndonjë promovim libri, e fusim ndonjë edhe në mes të vitit. Besoj tetori ju bën bashk për gjitha këto aktivitete dhe sigurisht promovimet e librave. Kemi kryesisht poetë, shkrimtarë të cilët kanë pasur një aktivitet edhe në Shqipëri, apo kemi edhe talente të reja të zbuluara aty? Ka dhe shkrimtarë të cilët kanë qenë edhe në Shqipëri, edhe
talente që janë zbuluar ose që kanë arritur të botojnë këtu. Nuk ka qenë e lehtë, unë flas për të paktën për disa shkrimtarë të cilët kanë 25 vjet, 30 vjet në Amerikë, dhe në kohën që ata shkruanin mbase nuk ka qenë aq e lehtë për të botuar një libër në Shqipëri. Dhe tani kemi autorë që janë me 4 me 5 vëllime. Shumë të cilat i promovojnë me shumë kënaqësi duke lexuar secili nga ne, duke folur për vlerat e artit të tyre. Kjo pa diskutim që i ndihmon edhe të rinjtë, të cilët i zbuloni si talente për të mbajtur, për të ruajtur gjalla të Shqipen, flasim për një Shqipe të pastër, pra të standardin që ne pretendojmë ta ruajmë. Është shumë interesante që ne në të gjitha aktivitetet që bëjmë nuk flasim anglisht. Pavarësisht se anglishtja tani na del se është pjesë e jetës tonë, por në çdo aktivitet ne flasim të gjithë shqip. Dhe vërtet e përçmojmë dhe kalamajve flasim shqip. Unë historikisht për veten time flas nga ana personale, pavarësisht se kam dashur shumë të mësoj anglishtën kur kam ardhur, fëmijët u flisin shqip, ata flisin anglisht, kështu që mësonim njëri tjetrin. Dhe të dy fëmijët e mi flasin në mënyrë të shkëlqyer gjuhën shqipe. Po ndërkohë me kalimin e viteve zbuloni dhe artistë të rinj që ndoshta edhe vetë prindërit nuk kanë kuptuar që kanë talente. Kemi ne piktor të rinj shqiptar? Ne kemi muzikantë shumë të mirë, ne kemi violinistë shumë të mirë, ne kemi pianistë shumë të mirë fëmijë. Ne kemi s'mund t'i quaj piktor, po të paktën që kanë dorë në pikturë shumë të mirë. Në një aktivitet që ne kemi zhvilluar 2 vjet të shkuara, ka qenë një prurje shumë e madhe e artistëve të gjitha fushave këtu. Ishte e çuditshme sepse ishte mësuar si të u bë traditë që të njëjtit njerëz vinin në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve, dhe kur panë që erdhi një frymë e re, vërtet e këta të vjetrit u gëzuan. Dhe vërtet kemi prurje të reja. Nuk po them që janë fëmijë, po janë të rritur, që besoj me kalimin e kohës do kemi edhe një spektakël për të punë. Besoj do kemi një aktivitet shumë breslënës për të pjesë. Dhe një prej këtyre është edhe vajza jote Elena, edhe ajo është një artiste. Po me Elenën nuk do ta zbulojmë kaq shpejt, do ta zbulojmë në një puntat tjetër të emisionit ton, se edhe ajo si artiste është zbuluar aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu besoj si vajza jote do të ketë edhe shumë të rinj të tjerë. Tani duhet ndalim në një moment tjetër, në një tjetër themi aktivizim tuajin. Ju bëni bashk jo vetëm artist, por vajza, gra, jo vetëm në festa, jo vetëm në atë festën e madhe të gruas që bëhet një herë në vit. Si arrin ti bësh bashk gratë shqiptare, ma thuaj dhe këtë? Kjo besoj që është dhunti e lindur, Eriona. Të bësh njerëzit bashk, pikë së pari, e di si shpa veti, puna është që në emigrim nuk i zgjedh dot miqt. Nuk përcakton dot me këdo shoqërohesh. Sepse jemi sa pak dhe shumë. Dhe kur njeriu të njeh karakterin, njeh predispozitën tënde, pozitivitetin, fillon të beson. Dhe në qoftë se dikush të beson, normal që do jetë për krah teje. Dhe ne tani sa afërmi kemi Mother's Day, sepse 8 marsin e bëm, 8 marsin shqiptar, po bëjmë Mother's Day datën 11 maj, dhe janë pothuajse 2-3 aktivitete në të njëjtën ditë dhe janë plot gra që do marrin pjesë. Kështu që muzika, gjua, traditat i bëjnë bashkë. Ola, kur flasim për aktivitete grash, e kemi fjalën vetëm për aktivitete ku ruhen traditat, ku flitet, apo ku në qendër pse jo vendosen edhe problematika që mund të ketë një grua shqiptare që jeton në emigracion, sepse për fat të keq kemi edhe lajme jo të mira që vijnë nga emigracioni, gra të cilat për arsye nga më të ndryshmet mund të humbasin edhe jetën. Pra, a ka aktivitetet kësaj natyre ku mblidhet dhe diskutohet dhe për problematika që mund të ketë gruaja shqiptare në emigracion? Irina, të them drejtën, aktivitet të mirëfillt nuk ka, por gjithmonë shoqatat e grave këtu, sepse nuk është vetëm shoqata që unë marr pjesë, janë dhe shoqata të ndryshme të grave, kanë qenë gjithmonë në ndihmë. Ne kemi ndihmuar shumë gra, të cilat për një arsye apo për një tjetër kanë përfunduar në rrugë bashkë me fëmijët, të dhunuara nga bashkëshortët, dhe në një mënyrë të heshtur, sepse është pak e vështirë për ta folur, sidomos mentalitetit shqiptar. Kështu që në atë heshtje në zë ne kemi ndihmuar materialisht, duke gjetur punë, duke sistemuar në përshpira shumë gra shqiptare.
Po pse jo edhe emocionalisht, sepse absolutisht kjo është gjë e rëndësishme që ta ka nevojë. Gjë e rëndësishme, po. Mirë, besoj se 11 maj vjen shpejt edhe aty keni organizuar diçka të këndshme dhe do të bëheni bashkë për të ndarë pa diskutim jo vetëm të përditshmen tuaj. Edhe ëndrat, ne kemi shumë ëndra, erdhëm me shumë ëndra, vazhdojmë të kemi ëndra. Kjo është ëndra amerikane. Jo, tashmë sa vite u bën që je larguar nga qyteti Korçës? Jam në vitin e 12 Ariona. Vitin e 12. Dua të kthej pas në kohë. Si e ke pritur ti lajmin e parë që do të largoheshe dhe pastaj si e përballur me vitet e para në emigracion? Për të gjithë shqiptarët, sidomos për ne korçarët, ka qenë dëshira më e madhe për të ikur në Amerikë. Unë faktikisht e kam dashur gjithmonë Amerikën. Dhe normal u gëzuam dhe u friksuam sepse nuk dinim çfarë na priste, megjithatë Amerika ka emrin shumë të madh. Dhe kemi erdhur në Amerikë. Fëmijët kanë qenë të vegjël, e vogla ka qenë 5 vjeç e gjysmë, vajza ime e madhe ka qenë 13. Dhe kur kemi erdhur këtu nuk ishte asgjë nga ajo çka ne ndëronim. Ishte shumë e vështirë sepse ne nuk dinim anglisht. Jemi përballur me ato vështirësitë e para kur vetëm vajza jone e madhe fliste atë anglishtën e mësuar në shkollë. Mundoheshim patjetër të kuptonim se ç'do të ndodhte me ne, ku kemi ardhur, çfarë do bëjmë. Ishte e dhimbshme të them kur ti vjen nga një vend tjetër dhe kur ke një karrierë, kur ke një investuar në një shkollë dhe je detyruar të bësh ato puna të rëndomta, ti quajmë, jo të rëndomta, se nuk ka punë të rëndom, po të rëndomta për pjesën fizike të them. Sepse ne e dim që të mbarosh shkollë në Shqipëri do të thotë që nuk do vesh të punosh duke fshirë. Më kupton, kjo është ajo që dua të them. Të vish me 3 universitete në Amerikë dhe të punosh në fabrikë ishte e dhimbshme. Puna është normal, ne jemi të gatshëm të bëjmë çdo punë këtu sepse pa punë nuk jetohet, jo këtu po kudo. Por ishte shumë e vështirë për shtatja jonë me Amerikën. Nuk dinim ku të shkonim, nuk dinim ku të blinim bukën, nuk dinim, kemi ardhur në një vend që na friksoi dhe ato muajt e parë kanë qenë në dilemë të qëndrojmë apo të kthehemi. Por gjithmonë është ai një dekade, Ola. E mendon ndonjëherë rikthimin në Shqipëri? Dëgjoj, Jona, mbase para 5 vjetësh e mendoja, por fëmijët tani janë në përshkolla. Ata kanë jetën e tyre, ma kanë lehtësuar më shumë dhe jetën time, kështu që them mbase në ndonjë të ardhme kur të jemi pleq, edhe mund të kthehemi, po të them të drejtën nuk dua të jetoj larg fëmijëve. Mirë, unë të falenderoj shumë që ndave me neve këto copëza nga jeta jote personale, po të uroj mbi gjitha shumë suksese për gjitha nismat, veçanërisht nismën e jashtëzakonshme që ke marrë për festivalin e fëmijëve. Të urojmë shumë suksese dhe natyrisht që këto talente të reja që ju tashmë i keni zbuluar dhe do t'i zbuloni në vitet në vijim, shpresoj që ky festival të kthehet në një traditë aty për gjithë komunitetin e shqiptarëve, t'i sillni pse jo edhe në Shqipëri si përfaqësues të diasporës në festivalet tona kombëtare dhe mbarkombëtare. Të falenderoj shumë. Fantastike. Dhe të mirëpres në puntatat e ardhshme për sjell natyrisht të reja të fundit nga gjitha aktivitetet që ka komuniteti shqiptar aty në Tampa. Irina, faleminderit nga zemra që më bët këtë lidhje sot, që unë të tregoj qytetarëve të mi se ne do mundohemi me aq sa ke mundësi të ruajmë gjuhën tonë shqipe, traditat tona dhe t'i përçojmë të fëmijët tanë. Faleminderit shumë. Dhe kjo në një farë mënyrë kompenson atë punën që ti e kishe nisur në Shqipëri si mësuese e gjuhës shqipe dhe besoj do ta vazhdosh edhe më gjatë. Presojmë. Natën e mirë, të falenderojmë. Faleminderit, natën e mirë e gjithë mijat. Kishim një lidhje drejt për drejt nga Florida, Jola Kamenicën, një zonjë e cila tashmë punon prej vitesh dhe ka një aktivitet shumë të ngjeshur, po mbi gjitha një nismë shumë interesante që ajo ka filluar me kompozitor dhe artist shqiptar për të mbajtur gjallë gjuhën shqipe dhe pse jo artin shqiptar nëpërmjet fëmijëve, për të kultivuar kulturën shqiptare tek më të vegjëlit. Ne do të vazhdojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni me një tjetër lidhje, kësaj here me një poet, edhe ai është nga qyteti i Korçës, por jeton në Greqi. Bledi Trebicka është larguar prej shumë vitesh tashmë në Greqinë fqinje, por edhe ai zhvillon një aktivitet të vetin
do të ndajmë me të copza nga krimtaria e tij si shkrimtar, por jo vetëm. Kështu që e mirpresim Bledin në një lidhje të drejtë për drejtë. Mirë, e kemi kështu në një lidhje të drejtë për drejtë nga Athina, Bledi Trebickën, një poet i cili në fakt prezantohet për herë të parë për publikun tek Pak nga të gjitha. Bledi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit shumë që pranove ftesën, me gjithë angazhimet që ju keni në të përditshmën tuaj, gjete kohën për të na u bashkuar e për të ndarë bashkë me publikun një bisedë që natyrisht do të ketë në qendër jo vetëm artin tuaj. Faleminderit unë, kënaqësi e veçantë. Bledi, për sa vitesh jetoni dhe punoni në Athinë? Jetoj për 25 vitesh në Athinë, që prej vitit fillimeve të vitit 2000. Në çfarë moshe je larguar nga Shqipëria, Bledi? Jam larguar në moshën 20 vjeçare nga Shqipëria. Si u vendos, ju larguat bashkë me familjen? Atëre, jo, nuk jam larguar vetëm në moshën 20 vjeçare. Ishte periudha që isha student, gjendja ekonomike ishte vështirësuar. Ishin fillimet e para të kthimeve që kishin njerëzve që kishin, ose më mirë ishin dërgesat e para të legëve që kalonin nëpër rreth nesh, dhe duke studiuar ishte ndjenja të disnivelin ekonomik që ishte krijuar midis punës edhe studimit. Dhe diku aty vendosëm që të ikim. Kur thua vendosëm të ikim, ke qenë me një grup shokësh si jeni larguar nga Shqipëria? Jo, unë kam qenë i fejuar në atë kohë, kam ikur bashkë me të fejuarën time, dhe kemi ikur të dy. Dhe vendosët për një jetë më të mirë të largoheni. Pra, problemet ekonomike ka qenë një nga arsyet e para, pa e menduar gjatë. Ju i ndërpret studimet e larta? Qëllimi ekonomik ka qenë kryesori, edhe disa ëndra të vogla që kishim atëherë kur ishim 20 vjet. Të cilat nuk mbaruan asnjëherë. Dhe Bledi, ashtu sikurse ishim duke folur, këto ëndrat e vogla tuaja të filluan të rriten me rritjen e moshës. Ju detyruat të ndërprisni studimet e larta? Po, u detyruam. Qëllimi i parësor ishte të shkojmë dhe të kthehemi. Duke menduar që ëndra zhvillohet në një tokë tjetër dhe për një periudhë të shkurtër ne mund të jemi të pasur në thonjza që të kthehemi edhe të realizojmë në vendin tonë. Cilat ishin vështirësitë e para që has një 20 vjeçar emigrant që nuk njihte ndoshta as gjuhën, po sigurisht edhe filloi të jetonte në një qytet të madh? Vështirësitë e para ishin vështirësia ime e parë, do të them, ishte mos pranimi i të dalit dot, pavarësisht se ëndrat ishin bërë me qëllim ekonomik, i kalimit nga student në tregun e punës, i cili në atë periudhë nuk ofronte diçka të një niveli cilësor, ose nuk ofronte diçka që i ofroi arsimimit apo nivelit çdo njerit prej neve. Ajo ishte periudha më e vështirë. Pastaj sigurisht që ishte gjuha, sigurisht që ishte në atë periudhë ishte mentaliteti i shoqërisë pritse shumë kundër ndaj shqiptarëve. Në fillim ishe i detyruar ta përballosh ndikimin qoftë edhe optik, pa patur aftësinë ta kundërshtosh ose ta vesh në vendin e duhur nga mungesa e të folurës. Bledi, kur thua ishte atëherë e vështirë, pse sa e lehtë është tani për një njerëz që vendos të emigrojë në Greqi? Cilat janë lehtësirat që ofrohen? Tani që ka kaluar rreth 30 vjet emigrimi, në jetën e përditshme në Athinë, shumë kollaj mund të dëgjosh shqip në autobus, në tren, në dyqane, në rrugë. Njerëzit tashmë nga që kanë rregulluar statusin e tyre ekonomik, statusin shoqëror, ka kaluar ajo periudha dhe fillimet ishin
shqiptarët përpikeshin të fshinin identitetin e tyre për fat të keq. Ndërsa tashmë ka kaluar në një etapë tjetër greke, pranimi domethënë i shqiptarëve, edhe tregimi i shqiptarëve që jemi shqiptarë, jemi nga një vend tjetër, e flasim gjuhën tonë. Pra, është shumë herë më e lehtë të tregosh identitetin tënd. Tani po, dhe besoj se tash për brezin e dytë edhe të tretë që ka filluar të zhvillohet në Greki, është shumë më e lehtë të jesh shqiptar. Është shumë e lehtë të jesh shqiptar në Greqi, shumë e bukur kjo fjali. Ndërkohë, Bledi, a patët mundësi me gjithë vështirësitë të ndiqnit aty një shkollë? Në fillim, kur erdhëm në fillim, pas 3-4 muajve, u regjistruam, ishte një kurs vullnetar i disa mësuesve grek, që jepnin mësime në grekisht të premten edhe të shtunën. Aty ishte hapi i parë, kjo shkolla ndodhej në një lagje e cila është shumë e dëgjuar në Athinë, për prirjen e saj drejt ekstremit të majt, po që për të huajt është gjithmonë, edhe atëre ishte shumë shoqërore, nuk e ndjenje sulmin e negativitetit, dhe shkuam aty për 3 vjet, deri e mbrojtëm greqishten, pas shkollës aty e mbrojtëm greqishten në Universitetin e Athinës, Filologjik të Athinës. Pastaj ishim në procesin e njësimit të titujve, që të vazhdojnë një shkollë duhet të bësh njësim i titullit të diplomës që kishe mbaruar në Shqipëri dhe pastaj të kalonje këtu diku. Kisha kaluar në një shkollë teknike për disa momente, ishte diçka që më dukej se i kisha kaluar atë stat. Isha tërhequr, pastaj ndryshoi statusi në familje, rrjedhin gjërat edhe tërhiqet njeriu nga ëndrat. Ndërkohë, aktualisht ju jeni pjesë e një forumi rinor të emigrantëve. Mund të më flasësh pak si funksionon ky forum? Në fillim kur kam erdhur kam qenë antar i forumit rinor. Në kohën që isha në shkollë, aty kam qenë antar i forumit rinor. Ishin fillimet e para, kishte një bashkëpunim. Atëre kishte edhe një lidhje me televizionin shtetëror në Greki dhe kishin fituar 2 orë emision çdo të diel. Kisha fatin të jem edhe të bëj edhe një gjysmore orë letrare në atë kohë. Ishte emision ku flite shqip? Po, flite shqip. Në programin e dytë të radios shtetërore greke kishte program shqip. Një mundësi shumë e mirë kjo për ta ruajtur gjuhën. Po, siç e përmenda edhe më përpara, ishte një periudhë që shqiptarët nuk e përdornin shqipen e tyre jashtë, në ambientet jashtë. Kishin frikë të flisnin shqip? Nuk e di, domethënë, nganjëherë mendoj që kishte një qëllim të fshehur që shqiptarët u luftuan nga media greke. Pavarësisht se besoj se ishte poshta e hapur, ato dy është e hapur, kufit që ishin të hapur për të erdhur, për t'i nxjerrë nga një situatë vështirë për krah punëtore, paralel kishte një luftë mediatike që mund të thuash që akoma ka tendencën të vazhdojë. Bledi, ju jeni aktualisht edhe pjesë e literartit. Është shumë i njohur tashmë literarti, ka bërë bashkë artist shkrimtar, sepse sigurisht pas 30 vitesh ne do të flasim për disa breza shqiptarësh, edhe për ata që janë lindur, janë rritur edhe sigurisht kanë vazhduar studimet në Greqi, sot kanë një status të caktuar dhe nuk besoj se sot etiketohen më si shqiptar apo nëse janë artist shqiptar apo janë artist grek. Ne sigurisht tashmë njohim artist, regjizor, këngëtar që kanë thyer pse jo edhe rekordi pëlqimi, të themi nga vetë shtetasit grek. Çdo thotë jesh pjesë e literartit, dhe cilat janë aktivitetet ku ju vetë si Bledi e gjeni veten aty?
ti jesh antar i një grupi artistësh, sigurisht që është mirë. Në fillim kishte lindur kur kisha arritur realizimin e botimit të parë, ishte krijuar si nevojë për të patur dikë që të ndash një produkt i cili është shpirtëror. Kisha patur kontakte shumë vite më përpara me të gjithë grupimin e artistëve dhe shkrimtarëve shqiptar, kishte patur një përçarje, pastaj pati një organizim të fuqishëm të literartit, kisha aderuar aty, është mirë, tashme është prapë mirë, dua të them, po gjithmonë ka nevojë për perfeksionim, gjithmonë ka nevojë për të përmirësuar. Ajo që më shqetëson është që midis ne shqiptarëve në përgjithësi, besoj, po edhe ose midis artistëve, nuk ekziston ajo fryma e përqafimit të tjetrit. Që çfarëdo lloj vlerash që të ketë tjetri, të ndihet pjesë e grupit, duket sikur nuk e kemi atë unimatitetin që duhet të ketë një grup shoqëror. Megjithatë, historikisht dihet që në art ka edhe shmërinë e tjetrit. Në art ka edhe xhelozi, besoj, jo? Dihet pak tek mes artistëve. Ka dy grupime, besoj se ashtu më mungon edhe këtu në Greki. Kjo ndjen ndoshta kjo fryma pak mes artistëve. Megjithatë, Bledi, libri juaj i parë është një vëllim me poezi, apo jo? Po, të treja vëllimet e mia janë me poezi. Me poezi. Të gjithë rrugët më çojnë tek ti. Ky është vëllimi i parë? Ky është vëllimi i parë, të gjithë rrugët më çojnë tek ti. Në fakt, ku të çoni rrugët? Gjithmonë atje të çojnë rrugët, në të njëjtin vend, të Roma edhe dikush tjetër është. Në qoftë se do ndryshosh për kufizimin i Roma, atëherë do mbetesh ti, gjithmonë. Kisha shpresë që do më thoje më çojnë në Shqipëri. Shkruaja prej vitesh, vargëzoja, duhet të them, të shkruaja. Kisha patur kontakt që në shkollën e mesme me Skënderin, është një bashkëpunim me Skënder Rusin, me të ndjerin Skënder Rusi tashme. Një moment kisha një takim me Skënder Rusin, i thash dua të shikosh poezit, i kisha shpen material, shumë entuziast Skënderi, të ecim edhe realizuam botimin e parë, i cili ishte shumë zgënjyes për mua. Pse? Pavarësisht nga Skënderi, gjithmonë që takosha me Skënderin, ishte karakteristike që më thoshte që Bledi ti je një poet prestigjoz, dhe unë gjithmonë i thosha mos më tall. Gjithë realizimi ishte zgënjyes, ndoshta është ajo shpulla e parë që merr njeriu. Megjithëse çdo gjë pastaj pas botimit shkoi mirë. Mirë, hapat e para janë gjithmonë të vështira drejt një fillimi të ri. Po. Hapat e para është ai, besoj se problemi kryesor është ai pranimi ose përfshirja e elementit të ri në një grup njerëzish të cilët kanë një harmoni të caktuar, ose vëmendja e dikujt nga një rreth i caktuar ndaj diçkaje të re që tenton ose ngacmon ose shfaq vlera. Ndërkohë, pastaj vëllimi i dytë që ka qenë dhe shumë i pëlqyer nga publiku, Mërgat Flladesh, besoj ju pozicionoi mirë në rrugën e poezisë. Vëllimi i dytë ishte një realizim i arir, ishte një bashkëpunim me shtëpinë botuese Onufri. Ishte një stat tjetër, ishte një realizim, besoj, mi plot. Po gjithmonë poezia, ose besoj se të gjithë krijuesit, të paktën shqiptar, janë të tërhequr nga ideja që diçka bëhet me realizimin e një libri ose të disa librave.
Edhe kjo besoj se ishte një element pozitiv edhe për ecurin time, nuk kam patur gjithmonë, nuk kam patur pretendimin që diçka ndryshon. Bledi, keni tentuar të bëheni pjesë e panajireve të librave që zhvillohen çdo vit në Shqipëri? Nuk e di, nuk e kam ndjekur panajirin. Nuk e di sa herë është gjendur libri në aty, po nuk e di edhe sa njerëz kam patur dëshirën ose tendencën që të blej një libër pasi është kryer prezantimi i një libri. Ju keni tentuar t'i promovoni librat tuaj në Greqi apo keni bërë zgjedhjen për t'i promovuar në Shqipëri? Të 3 librat i kam promovuar në Greqi. Si janë pritur këto promovime? Si organizohen promovime të tilla librash të poetëve dhe artistëve shqiptar? Libri i parë është pritur mirë. Kam patur në prezantimi i librit të parë ka qenë i suksesshëm. Ka patur pjesëmarrje të madhe njerëzish, ka patur diskutime të gjera rreth librit, si pozitive, si negative, ka patur, besoj se ishte një aktivitet i plot, dhe prezantimin e librit të parë, të gjitha shitjet i kisha dhuruar tek shkolla shqipe e Athinës. Atëre, besoj edhe qëllimi dhe realizimi ishte një kombinim i bukur. I dyti, pastaj, edhe prezantimi i dytë i suksesshëm, po pastaj kishin filluar ato mërit në libri i dytë, se kur pasi ke bërë rapat e parë fillon edhe disa njerëz distancohen, disa, megjithëse kishte prap prezencë, në qoftë se e matim nga prezenca, pa arritur të matim cilësinë e prezencës. Ndërsa librin e tretë, dhe pse e kam realizuar para 3 viteve, për arsye familjare, para 1 viti bërëm prezantimin e librit, ishte një aktivitet i suksesshëm, besoj. Edlira e një melodia. Edlira e një melodie, po. Edhe kjo me poezi. Ju zgjidhni të shkruani, Bledi, ju zgjidhni të shkruani me varg të lirë, apo jeni i fokusuar tek një strukturë e njëjtë poezia? Unë shkruaj në varg të lirë. Nuk është zgjedhje, besoj se është ajo mënyra që lind vetë poezia. Dhe ju do të vazhdoni të qëndroni besnik poezisë? Besoj se po, megjithëse ka patur gjithmonë ato ngacmimet e prozës, tendencat, ka patur gjithmonë shumë fillesa dhe shumë lënje në mes, besoj se tek poezia. Asnjëherë nuk dim për çfarë ndodh, çfarë na ndjek. Bledi, sa e ndjeni ju kontributin që jepni për ta promovuar gjuhën shqipe nëpërmjet artit tuaj të shkruarit? Për fat të keq, siç e përmend edhe më parë, brezi i dytë ose i tretë i Joni, besoj se është pak i shkëputur nga letërsia shqiptare. Ne i drejtohemi të paktën bashkëmoshatarëve tuaj. Për disa arsye, brezi i dytë dhe i tretë i emigrantëve është i tërhequr, se e shikojmë nëpër të gjitha prezantimet, në aktivitetet, ka pak njerëz të rinj prezent. Megjithëse besoj se diçka e shkruar është gjithmonë pasuri për një bibliotekë në shtëpi, ose është ai investimi që gjithmonë të pret diçka për ta lexuar. Besoj se rolin më kryesor edhe më të vyer e kanë luajtur mësueset e gjuhës shqipe në Greqi, në përgjithësi edhe në Athinë. Po, kemi pasur mundësi në fakt të kemi në lidhjet tona të drejt për drejta, jo vetëm nga Athina, po edhe nga Selaniku, sidomos mësuese të cilat punonin edhe vullnetarisht me fëmijët e emigrantëve pikërisht për të ruajtur gjuhën shqipe. Mirë, Bledi, ishim duke folur për panajiri librash që organizohen ose ka gjasa të organizohen në Athinë, me autor, me shkrimtar shqiptar. Po, janë organizuar 3 panajire librash. Besoj se në mënyrën e të organizuar, në mënyrën e tyre kanë qenë të suksesshëm.
Megjithëse që përmenda më pak, është vjet e reqja, është tendenca e të rinjve, është e ulur. Pra është një rreth i ngushtë që shkëmben. Kjo është e keqja, është një rreth i ngushtë. Është një rreth i ngushtë që shkëmben artin me njëri tjetrin. Megjithatë, Bledi, nga aq sa njihni njëri tjetrin, a kemi ne artistë të suksesshëm në Greqi? Shqiptar? Mund të flasim sot pas kaq vitesh për artistë të suksesshëm? Kemi artistë të suksesshëm. Besoj se më të suksesshmit nuk duan të aderojnë në ndonjë organizëm shqiptar. Janë më të tërhequr. Janë më të tërhequr. Kohët e fundit ka patur një zhvillim nga ambasada, e cila ka cilësuar personalitete të zhanreve të ndryshme, po që janë më pak t'i hasësh në për organizata. Është midis organizatave, është ajo ideja zhgënjyse, mos përfshirëse, nuk e di, ka diçka që nuk shkon aq bukur sa duhet në art. Ndoshta kemi nevojë që këta artistë i promovojmë më tepër edhe në Shqipëri, mendoni që tashmë ka ardhur koha që ata të promovohen më tepër, të njihen, sepse për fat keq ne nuk i njohim të gjithë. Janë një brez artistë shumë të suksesshëm që jetojnë, punojnë, zhvillojnë aktivitetet e tyre aty. Edhe në Shqipëri ka një diferencë ndaj të ikurve shqiptar. Para 3 javësh në ambasadë u bë një promovim i një libri, i cili ishte përkthyer nga greqishtja në shqip. Diçka që ishte e rrallë, është e rrallë, ishte një histori e brezit të parë të emigrantëve. Si ishte shndruar një mësuese në pastruese, tregonte gjithë anën psikologjike të një familje që u detyrua të zbresi në nivel për të plotësuar nevojat jetike. Shumë i suksesshëm, besoj e suksesshme si histori, të paktën për brezin e parë, mirë po më bëri përshtypje për shembull referimi i përkthyeses, e cila tha që në Tiranë tha nuk ma merrte asnjë shtëpi botuese materialin për të botuar. Se më thoshte që këto histori me tashme për njerëzit e rinj shqiptar nuk shkojnë me vlejnë, nuk duan njerëzit ta dëgjojnë. Edhe të duket sikur është rritur ajo tendenca e mos dashjes së njohjes së historisë. Ose ndoshta koha e ka tendencën që e zhvlerëson vështirësinë kur bëhet histori. Është e vërtet, kjo është e vërtet, sepse kanë evoluar, kanë kaluar shumë kohë dhe ndoshta historitë të tilla tashmë i përkasin një epokë tjetër. Megjithatë, Bledi, si e sheh të ardhmen e artistëve shqiptar në Greqi? Cilat janë projektet tuaja, të kolegëve tuaj? Të gjithë organizimet duhet ketë një funksion paralel, besoj se njësoj funksionojnë edhe në Shqipëri, jo vetëm në Greki. Më duket se mungon institucioni në artin shqiptar, të paktën në artin grafik të shkruar, si në prozë edhe në poezi. Besoj se mungon kritika. Kritika është një institucion që duhet të funksionojë pa anshmëri, që vërtet të cilësoj dike i cili vlen ose jo. Se ai që krijon është i detyruar që të plotësoj disa parametra për të kaluar në shoqëri. Se nganjëherë na duket sikur kemi shumë krijues edhe shumë pak njerëz që lexojnë. Ose na duket sikur kemi lexues të lodhur nga krijuesit e shumt. Dhe besoj se mungon ai institucioni që i jep të drejtën një krijuesi, kushdo qoftë krijuesi, që e ke aftësinë edukative të një shoqërie me krijimin që bën. Në qoftë se do ndodhte kjo, besoj se do kishte edhe harmoni më shumë midis grupimeve, do kishte edhe evidentime. Bledi, na mungon cilësimi të dalluarit, po na mungon edhe adhurimi i të dalluarit.
Gjithmonë që evidentohet dikush që është i dalluar, më shumë shikojmë njerëz të tërhequr se sa njerëz që gëzohen. Kuptoj. Pra, ndoshta ju mendoni që ka ardhur koha që kritika letrare të jetë më prezente brenda rrethave të artistëve. Kritika është një institucion i cili duhet të funksionojë më patjetër. Duhet të funksionojë dhe ndoshta ka ardhur koha edhe një bashkëpunim më të ngushtë me artistët brenda në Shqipëri, shkëmbimi i përvojave, i eksperiencave me njëri tjetrin, pa diskutim që do të jetë më efikase. Bledi, përveç artit, sa e ndiqni politikën dhe zhvillimet e fundit në Shqipëri? E ndjek në mënyrë pasive. Të duket si diçka absurde që pa pritur. Ja, është kjo shtrija e gjerë për diasporën. Të duket pak i vonuar. Je ndjeri përjashtuar. Ky hapi tani të duket pak i vonuar. Është pak i vonuar, se besoj se nevojën më të madhe qytetarët shqiptar e kanë patur në vitet më përpara për prezencën e shtetit. E megjithatë për prezencën e politikës. E megjithatë populli shqiptar ka një shprehje më mirëvonë se kur. Bledi, unë të falenderoj shumë për gjithçka që ndave me publikun. Më vjen mirë që të paktën në ekranin tonë është intervista e parë jona me ju. Më vjen mirë që njohëm një artist të ri, një poet të ri korçar, që vjen edhe nga një fshat i bukur, që sot është kthyer në një fshat shumë të vizituar turistik nga Vithkuqi. Po. Ne të urojmë shumë suksese. I lindur në Vithkuq, po nga Trebicka. Akoma më bukur atëre. Një fshat që për fat keq është braktisur masivisht, por që vazhdon të ketë dhe të gëzoj bukuritë e veta që ja ka falur natyra. Ne të urojmë shumë suksese, të mirëpresim të vish shpejt në Korçë dhe të ndash me publikun vëllimet e tua, e pse jo, një bisedë, një këndvështrim tjetër në studion tonë. Faleminderit shumë, kënaqësi e veçantë. Kënaqësi që kishim në të gjithë ju. Faleminderit Bledi, të urojmë shumë suksese, ishte kënaqësi që kishim këtë lidhje drejt për drejt Bledi Trebickën, një poet nga Korça i cili tashmë prej më shumë se 2 dekadash, 25 vitesh jeton, punon, zhvillon aktivitetin e tij artistik në Athinë, në Greqi, po ishte kënaqësi për mua që për të parë këtë puntate e realizuam në një këndvështrim tjetër. Sigurisht që artistë korçar që kryen aktivitetin e tyre në vendet ndryshme të Europës apo në kontinentet e tjera kemi shumë, besoj në puntatet e ardhshme do t'i mirëpresim edhe ata për të ndarë me ne këtë aktivitet. Unë ju falenderoj që sot sërish zgjodhet pak nga të gjitha për të kaluar të mbrëmjet të shenjtes, do të rishihemi në puntatat e ardhshme të këtij formati televiziv. Natën e mirë për sonte.